Departamenti i garave në Federatën Shqiptare të Futbollit ka përcaktuar kalendarin e ndeshjeve të fazës Final Four, ku do të përcaktohet kampioni i edicionit 2025-2026 të Abisnet Superiore, si edhe skuadrat që do të marrin pjesë në kualifikueset e Ligës së Konferencës. Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në stadiumin Air Albania në periudhën 16-31 maj 2026, duke garantuar një organizim maksimal dhe standarde të larta për fazën më të rëndësishme të sezonit. Sipas rregullores, 4 skuadrat e para në përfundim të fazës së rregullt do të sigurojnë pjesëmarrjen në Final Four. Pikët në këtë fazë do të përgjysmohen duke marrë për bazë vlerën më të ulët dhe në total do të luhen 6 ndeshje. Ndeshjet e para do të luhen me 16 dhe 17 maj, takimet e dyta do të luhen me 23 dhe 24 maj, ndërsa ndeshjet e treta do të zhvillohen me 29 dhe 31 maj. Në rast barazimi pikësh midis 2 ose më shumë ekipeve në fazën Final Four, rënditja përcaktohet sipas kritereve në vijim. Pikët e grumbulluara në ndeshje direkte gjatë kampionatit dhe fazës Final Four, diferenca e golave në ndeshje direkte gjatë kampionatit dhe fazës Final Four, si dhe diferenca e përgjithshme e golave në të gjithë sezonin.